Luftë ligjore mes Elon Musk dhe OpenAI. Çfarë po ndodh? Doja ta diskutoj me ju sepse ka disa surpriza që nuk i njihja. Ndaj doja ta diskutoj me ju dhe duhet të dini diçka. Ato që ndodhin kur ka shumë miliarda në diskutim, padyshim bien mbi të gjithë, dhe në këtë rast edhe mbi gjithë njerëzimin, dhe do t'ju them se përse, edhe mbi ne, mbi ju. Elon Musk ka bërë një denoncim i shoqërisë OpenAI, që është e Sam Altman. Sam Altman është ai që ka themeluar OpenAI në vitin 2015. Dhe ku ka punuar edhe Mira Murati, pra shqiptarja Mira Murati, që padyshim shumë prej e njohin, dhe mendohet që ishte pikërisht Mira Murati që themeloi chatin ashtu si se njohim, sepse ChatGPT është, le të themi, chati i parë i inteligjencës artificiale i projektuar në një forum që nuk ishte parë më përpara, pra për herë të parë në botë. Por ka diçka. Elon Musk ka deklaruar publikisht që pas ka investuar Elon Musk $38 miliard. Pra ka investuar $38 miliard për OpenAI, pra për këtë chatin, ChatGPT. Dhe çfarë ka ndodhur këtu? Ka ndodhur që ky chati fillimisht nuk ishte një shoqat, me fjalë një shoqëri jo bamirëse, por ishte për të krijuar diçka për njerëzimin, pra jo bamirëse. Por dhe në fakt Elon Musk unë kam investuar pikërisht për këtë, që chati ishte për të ndihmuar njerëzit. Dëgjojeni me kujdes, se është vërtet e çuditshme. Bile kush është rastisht nëse nuk nga brende, bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish, dhe faleminderit që jemi për bashkë. Po thoshe që ai ka thënë publikisht, unë dua, me fjalë kërkoj $109 miliard si shpërblim për keq trajtim të shoqatës. Pse? Sepse shoqata fillimisht ishte bamirëse, dhe pasi Elon Musk e la, sepse doli nga kjo shoqat, ndonse ai investoi $38 miliard, u fut Bill Gatesi. Dhe Billi, si duket, e sugjeroi këtë Altmanin, pra e sugjeroi që ta kthente në kompani fitimprurse ose fitimarrse. Dhe nga ai moment, duke qenë fillimi që ishte investuar për këtë chatin që t'i fale njerëzimit, ka ndryshuar gjatë rrugës duke u bërë një kompani fitimprurse. Dhe çfarë thot Elon Musk? Elon Musk thot, unë nuk i dua, ato $109 miliard, sepse ai ka investuar $38 miliard dhe gjatë viteve që ka vlera e kompanisë është shtuar në miliarda dollar. Dhe ai thot, unë dua fitimet e mia, me një fjalë, me qenë se ti e ke bërë të tillë, pra e ke bërë fitimprurse, unë dua fitimet e mia. Dhe fitimet janë rreth 60 miliard, pra gjithse janë 109 miliard. Dhe kjo që ka hapur shumë polemika është fakti që Elon Musk ka thënë publikisht që unë e dëshiroja që kur investova $38 miliard, investova që të bëj diçka për njerëzimin, pra që të bëj diçka që të ndihmoj njerëzimin. Kurse ju çfarë keni bërë, e keni ndryshuar gjatë rrugës, dhe tani është bërë një kompani fitimprurse. Në fakt, pas ChatGPT-s, filluan edhe të tjerë, edhe Gemini, edhe gjithë, me fjalë filluan që të haprin këto chatet të inteligjencës artificiale. Tani, në qoftë se ndodh kjo që të fitoj gjyqin Elon Musk, e dini se çfarë mund të ndodh në botën e internetit, do të ndryshoj çdo gjë. Do të ndryshoj jo sepse unë i di të gjitha, thjesht po e diskutoj me ju. Ky është mendimi im dhe do dëshiroj një komentin tuaj. Do të ndryshoj sepse në qoftë se ai merr këto, ai e shkatërron totalisht OpenAI. Në qoftë se i merr $109 miliard, e shkatërron. Dhe nga momenti që e shkatëron, unë them që nga ai moment ai do ta investoj, sepse kështu ka thënë. Unë këto para nuk i dua për vete. Nuk i dua, nuk më interesojnë fare. Por unë nuk më pëlqen që nga një kompani jo fitimprurse është bërë fitimprurse. Dhe në këtë rast unë dua
paratë e mia, por unë do t'i le paratë aty, thot ai, 109 miliard dollar, tek ajo kompani në qoftë se do kthehet në statusin fillestar, pra të kthehet edhe një herë ashtu siç ishte. Ishte jo fitiprurse. Dhe në qoftë se ndodh një gjë e tillë, siç ju thash, unë jam i bindur që do të ketë një përshkallëzim edhe në çatet e tjera. Dhe kjo, pse po ja them këtë? Sepse ndihmon, do të ndihmoj njerëzit. Shiko, një pjesë e madhe e këtyre çateve janë me pagesë. Tani është e vërtet që thuhet që inteligjenca artificiale punon me ose këta hard diskjet dhe hardware-et punojnë duke u ftohur me anë të lëvizjes së ujit dhe flitet për miliarda, triliona litra ujë. Me një fjalë për të ftohur këto serverat që të punojnë, sepse çdo njeri nga ne kur fillon dhe kërkon bën kërkime interneti. Kurse Elon Musk thot ndryshe. Thot nuk është e vërtetë thot që është kështu thot. Sepse këta e bëjnë thot për të sepse u nevojiten thot investime dhe u nevojiten thot si quhen këta donator. Dhe donatorët thot japin para dhe këta thot bëhen gjithmonë më të pasur. Pra, ç'është e vërteta, Elon Musk me sa duket kërkon që të ndihmoj njerëzit, kërkon që të ndihmoj botën. Dikush nga ju do thot, po mirë, ç'lidhje ka, është njeriu më i pasur në botë. Po mirë, ja, ta zëm kështu edhe nga vetja, secili nga ne, sikur ti je miliarder. Ti për shembull, që je këtu me mua. Ti je miliarder, çfarë do bëje ti? Do mundohesh që të ndihmoj njerëzit? Në këtë rast, unë them që ky Altman i OpenAI është një djalë i ri, dhe ai normal si gjithë të tjerët doli që të punonte, dhe nëse ka dalë kaq vonë, pra në vitin 2015 siç pretendohet, me një fjalë që u themelua kjo OpenAI dhe u formua siç njohim sot çati, ai si gjithë të tjerët filloi që të bënte karrierë, dhe tani erdhi momenti, meqense u bë miliarder, që të zë disa vende të rëndësishme ose vendin e rëndësishëm në botën e internetit. Dhe unë them që nga një anë i jap dhe të drejtë edhe atij, sepse gjithsekush kërkon që të punoj, të eci përpara, dhe ai, duke qenë një i ri, punon dhe ecë përpara. Megjithatë, nga ana tjetër nuk më pëlqeu diçka. Nuk më pëlqeu sepse çati, nëse shkoni dhe kërkoni tek ChatGPT, në fakt shkova dhe kërkova, thotë që nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë që është Elon Musk me fjalë që ka investuar, por unë lexova dhe sepse nuk mund të bëj një betejë ligjore kot më kot Elon Musk, padyshim ai ka investuar ato 38 miliard dollar, pastaj nuk janë copa letrash. I thon 38 miliard dollar janë shumë. Dhe më pëlqeu, siç thash, sepse këto janë surprizat, më pëlqeu sepse çdo gjë ndryshon tani nëse ai do të fitojë gjyqin. Se së pari njëherë që më ka pëlqyer që ai me fjalë këtë investime ka bërë për të ndihmuar njerëzimin, dhe ky tani Altman e ka ndryshuar gjatë rrugës. Siç ju thash, gjatë rrugës e ndryshoi për të bërë i pasur, për më tepër, në këtë projekt, pra të Altmanit, ishte pjesë edhe shqiptarja Mira Murati. Megjithatë, do të dëshiroj një koment tuaj, çfarë mendimi keni? Kalofshi një ditë bukur dhe shpresojmë që të bëhen sa më shumë projekte të tilla që të ndihmojnë njerëzimin.